Një nane kish pas një djallë, edhe djalli ja nisi më vjedh. Po nana e zez, nuk i thejke pse, po si apreshke hiq. Edhe djalli u mësu që ashtu njerë ja nisi më vjedh ka pak në përkopshtije. Vjedh ke ja bike të shpija senet, dikur i kish pa vjedh në mal një pen ki. Hajt u morë vesh, edhe e qetën gjyq. Tash gjyqi tha këtë duhet me qitë në konop, me vjerë, edhe e qunë djallin atë dit aty e qetën. Po të kosht atë dit, para se me qitë në konop, me vetë qka dënë më folë dhe diçka. A ki farë kërkesë diçka. Tha vallaj, tha po, tha kësha pas qef, tha me ma prun nanën me pa njëherë. Shkuna dhe ja prun nanën aty. I tha nanë që të guhen, edhe si e qiti guhen, kë kap ja kapi me dhamë dhe ja këputi guhen. Qka bone kështu? I tha gjyqtari, tha, ja këputa, tha guhen, tha se që kjo guhen nanës më ka prun sot deri qëtu. Se më pa mësu mirë, e më pa qërtu, nuk isha vjedh, po që kjo punë më ka prun deri qëtu.